Assalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuhu. Përshëndetje miq të dashur, përshëndetje të nderuar shikues e dëgjues të radio televizionit Pendimi. Mirë se erdhët edhe sonte në emisionin Drita e së Vërtetës. Mirë se erdhët në këtë transmetim nga studio qendrore këtu në Prishtinë. Ju ftojmë që shoqërinë tonë ta vazhdojmë në minutat në vazhdim në Dritën e së Vërtetës, së bashku me hoxhën e nderuar Fadil Musliu, të cilin e përshëndesim me selamu aleikum dhe i dëshirojmë mirëseardhje. Aleikum selam Allah. Mirësevgjet, Allah shpëleft. Allah shpëleft edhe juve për pjesëmarrje edhe sot në këtë program edhe sonte me shikuesit dhe dëgjuesit tanë. Të nderuar miq, të dashur shikues e dëgjues, sonte do të jetë në pjesën e parë trajtimi i temës sfidat bashkëkohore të familjes. Në trajtim të pjesës së parë të këtij programi me hoxhën Fadil Musliu do ta trajtojmë këtë temë dhe do të marrim më pas në pjesën e dytë inkuadrimin dhe telefonatat e bashkëbisedimin me ju, me pyetje përgjigje që do të realizohet në kuadër të emisionit Drita e së Vërtetës. Duke mos dashur që të humbim shumë kohë, me një herë po e kalojmë fjalën tek hoxha Fadil për të nisur shtjellimin e kësaj teme. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Fillimisht Allahun e madhruar e falenderojmë, vetëm atij mbështetemi dhe vetëm prej Allahut ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtar musliman që me besnikëri e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, kudo që jeni dhe nga do që po na ndiqni në këto momente, ju përshëndesim me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhe njëherët lutë Allahun e madhruar të na jep bereqet prej asaj çfarë themi, dhe lutë Allahun e madhruar që të na mundsoj ato që e themi, ato që dëgjojmë edhe ta jetësojmë apo edhe ta praktikojmë në jetën tonë të përditshme. Vërtet, Allahu te baraka wa taala ka përzgjedhur për njeriu ato që është më e mira. Dhe Islami na nxit çdo herë që të mësojmë, që të lexojmë, që të studiojmë, që të përparojmë, që të prosperojmë, që të integrohemi në shoqëri, dhe na nxit Islami që të jemi të suksesshëm, jo vetëm në një lëmi, po në të gjitha lëmit apo në të gjitha sferat e jetës. Dhe besimtari musliman sa më i ditur të jetë, sa më i informuar të jetë për rregullat e fesë, sa më shumë që i njeh ato, sa më shumë që i njeh halalën edhe haramin, të mirën dhe të keqen, aq më shumë është i dobishëm, sepse e kupton të mirën dhe mundohet ta jetësoj atë, dhe kupton të keqen dhe mundohet të largohet prej saj. Andaj, Allahu te baraka wa taala ka bërë që në mesin tonë të ketë edhe një kategori të veçantë të popullatës sonë, që ata edhe përbëjnë atë pjesën dërmuese të popullatës, e ata janë rinia, të rritë dhe të rejat. Dhe nëse dëshirojmë pa ardhmërinë perspektiven e një populli apo të një vendi, duhet shikuar të rritë atij populli dhe të atij vendi. Dhe rinia, fëmijët tanë janë ardhmëria jonë, ata janë e tashme, po ata janë edhe e ardhmja e jonë. Dhe familja besimtare, familja muslimane është sot duke u përballur me sfida të ndryshme, pra familja bashkëkohore nuk është si ato familjet tradicionale që nuk janë përballur me krizat mëdha, me sprovat mëdha apo me provokimet mëdha, por familja bashkëkohore, familja e kohës së sotme përballet me sprova të lloj-llojshme, përballet me sfida të lloj-llojshme, të cilat nuk kanë të ndalur, dhe çka është një garë në mes të së mirës edhe të së keqes, ma shumë se kurdo herë deri më tani. Sepse e keqja, e cila promovohet nga të këqinjit dhe keqbërësit,
është realitet me të cilin po përballemi natën edhe ditën. E keqja asnjëherë nuk është për hap, kaq shpejt. Asnjëherë nuk është promovuar publikisht, thonë të drejtën nga një edhe mënyrë institucionale, dhe asnjëherë e keqja nuk është për hap as shumë përmes mediave apo përmes teknologjisë bashkëkohore apo përmes platformave rrjeteve të ndryshme sociale. Kështu që nëse kudo në botë, në fundin e botës paraqitet një e keqe, për një moment të shkurtër, për një moment që themi sa qelem shel sytë e kemi edhe këtu tek ne. Një klikim në telefon edhe mjafton me pa një të keqe në fund të botës, në Ekuador, kudo që të është ajo në për botë. Andaj, çfarë na mbetet neve na mbetet që të punojmë shumë natë dhe ditë në rrugën e Zotit. Të thrasim të afërmit tonë duke filluar prej fëmijëve, prej ma të dashurve, të thrasim miqtë dhe dashamirët në rrugën e shpëtimit e t'i largojmë nga rrugët e shumta të devijimit. Dhe njëra prej gjërave që po e vrejmë e që fatkeqësisht po përhapet shumë është prishja e moralit tek të rinjtë edhe të rejat, prishja apo devijimi i sjelljeve të mira që i kanë pas të rinjtë edhe të rejat në kaluarën tash duke i zaventuar me sjellje të cilat nuk i përkojnë apo nuk i përkasin një popullin shoqërie që janë me shumicë muslimane si që jemi ne këtu në vendin tonë. Dhe një prej qëllimeve të ardhjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tek ne, një prej qëllimeve pse Allahu e dërgoi Muhammedin alayhi salatu wassalam tek njerëzimi, ishte që të përsos dhe që të promovon vlerat e moralit, të edukatës, të sjelljes së mirë. Dhe për ata Allahu te bareke ve taala zgjodhi modelin më të mirë për njerëzimin në çdo aspekt të jetës pejgamberin alayhi salatu wassalam, sepse ai ishte në shkallën më të lartë të moralit, për të cilin Allahu i madhruar thot wa innaka la'ala khuluqin azim, vërtet është fjala Muhammedin, vërtet Muhammed je në shkallën më të lartë të moralit. Zatën edhe vetë pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë innama bu'ithtu li utammima makarimel akhlaq. Vërtet jam i dërguar tek ju që t'ua përsosi, që t'ua plotësoj, që t'ua përkryj normat e moralit. Do me thonë normat e etikës apo të sjelljes apo të edukatës. Dhe çdo njëri prej nesh që jemi prindër e kemi një përgjegjësi kogja të madhe. Sado që kemi fëmijë, qoftë edhe një apo dy, pra përgjegjësia është e madhe, sepse jemi thash në një garë në mes të mirës edhe së keqes. Pra ne duhet të pozicionohemi qartë se për çka jemi. A jemi për me ruajt moralin, edukatën, sjelljen, traditën e mirë të pasarzëve tonë, apo jemi të interesuar me ilan të lirë, edhe çka le të frenohen, le të devijojnë, le të degenerohen, le të dështojnë e kështu me radhë. Mirë po një do të me pas parasysh. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka bërë të qartë që na jemi përgjegjës, sikur ai çobani që është rojtar e ruan atë kopën e tij, edhe na jemi rojtar për atë kopën tonë, për kënd, për familjen tonë, për gruan edhe për fëmijët. Për ata i dërguari Allahu Muhammed alayhi salatu wassalam ka thonë kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Që do të thotë çdo njeri prej jush jeni bari apo rojtar, dhe çdo njeri prej jush keni me dhënë llogari, keni me u pyet dhe keni përgjegjësi për ato që ju e ruani, për ato që ju e keni emanet me rujt. Dhe kështu që ne jemi përgjegjës për më të afërmit tonë, për fëmijët tonë, edhe burrat janë përgjegjës për gratë e tyre. Dhe nuk mundet njeriu me qenë burr i mirë, nuk mundet me qenë udhëheci i mirë i familjes,
ai i cili nuk sillet mirë në radhë parë me gruan e tij, pastaj me fëmijët e tij. Sepse është vendos një kriter, është vendos një standard, është vendos një rregull këtu. S'ka këtu ti mu me më thonë ti e njëri i mirë, i burri i mirë, me thonë ty burri i mirë, ai tjetër me thonë ati tjetër. Burnia e mirë, apo mirësia jon e ka një rregull. Edhe nëse e plotson atë, ti konsiderohesh njëri i mirë. Nëse se plotson atë, sado që njerëzit lavdojnë, thurin lavde, thurin fjalë miradije, ku ta dione, ti nuk jepe të mirëve. E cili është ai standardi? Cili është ai kriteri i mirësisë son? Ai është hadithi apo thonja e pejgamberit alayhi salatu wassalam që ka thonë khairukum li ahlihi. Më i miri prej jush, cili është? Ka thonë, më i miri prej jush është ai i cili është më i miri për familjen e tij. Dhe këtu hyn gruaja edhe fëmijët. Nëse ti je i mirë me gruan tënde, nëse ti ke sjelljet e mira me gruan tënde, nëse ti je i mirë dhe ke sjelljet e mira, edukatën e mirë, moralin e mirë me fëmijët e tu, që kjo është një garancion, një siguri që duhet me të motivu ty për punë të mira, sepse ti me të vërtet qenë ke i mirë. Aty ipet, do me thonë, ai definimi, përcaktimi i burrit, se është i mirë i keqku aty në familje. Aty në familje, nëse në familje jemi të mirë, pastaj këtë tira atë janë letë. Çfarë hajri, çfarë të mire ka me qenë i mirë me njerëz të huaj, me të cilët nuk njihesh mirë, keni një takim, kemi pi një kafe, një çaj, keni punë me kry, një tregti, ku di në çka dhe shkon. Dhe ndoshta mos e shef kurr. Po i mirë do të më qenë me ata që janë 24 orë. E për ata kërkush nuk mundet për ty dhe me të lërsu që je shumë njëri i mirë apo burri i mirë, siç të vlerëson gruaja. Kërkush nuk mundet me të lërsu. Apo siç vlerësojnë fëmijët. Dhe ti nëse je i mirë me gruan me fëmijë, do me thonë ti çka të mirën po e promovon. Nëse ti je i moral shumë, i sjellshëm, ti je i butë, ti je i dhimbshëm, ti je i mëshirshëm, ti je i dashur, ti je ëmbël me familjen, ti këto të mira, këto vlerat moralit për i përhap. Ti je i sinqert, ti flet vetëm të vërtetën, ti nuk fol fjalë të dyta, ti nuk nënçmon, ti nuk poshtron, ti nuk injoron, ti nuk i shan njerëzit, nuk përgojon, nuk bën thashë theme, nuk bën shpifje. Nuk tradhton, nuk mashtron. Këto janë normat moralit. Këto janë rregulla të arta. Edhe kush e don një familje të shëndosh, bashkohore, e cila po sulmohet nga poshtë dhe lart, kush e don një familje të shëndosh, atëherë çka vet duhet të jetë ai timonieri që mon timonin ta mon mirë. Me dy dorë ta shtrëngon, sepse ka vështirësinë këtë rrugtim. Ka sfida në këtë rrugtim, ka sprova në këtë rrugtim. Andaj pra, më i miri prej nesh, kush është ai që është më i miri për familjen e tij. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka tha për veten e vet? Nuk thonë më i miri prej jush në shoqëni apo në xhamat apo në publik apo në qytet apo në lagje, po çka tha? Wa ana khairukum li ahli, dhona jam më i miri prej jush për familjen time. Me thonë, vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tregoi se ai nuk ka më i miri për neve, kur është me neve, kur është në mas, kur është në publik, po thaj, më i miri për jush, është ai që është më i miri për familjen e tij, e unë jam më i miri për jush për familjen time. Unë jam më i miri për jush, për çka? Për familjen time, do të më thonë, për ata që unë jam kujdestar dhe jam përgjegjës. Edhe do të më pas parasysh se rujtja e familjes këtë kohën bashkohore, nga të këqia dhe keqbërës është kërkesë imediate, është kërkesë e prerë, kërkesë decisive, nga kush, nga Allahu te bareke ve teala që na kalon amanet familjen me rujt. Për atë Allahu Teala në kaptinën e tahrim ka thonë ja ejuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O besimtar, o ju që keni besuar, keni kujdes, rune veten dhe kënd, dhe familjen tuaj, nga kush? Nga cili rrezik?
Ruani veten dhe familjen tuaj nga kush? Nga zjarri i xhenemit. Nara është, do të thonë, zjarri i xhenemit. Dhe sikur të është familja, sikur të jemi në rrezik për zjarret e dunjos, çka kishëm bo? A ishëm rujt, po. I kishëm marrë të gjitha masat preventive. Po nëse na ka plon zjarri, kishëm alarmu zjarr fekës, kishëm alarmu fëqinjit, kishëm alarmu me që dashamirët, organet e rëndë, policinë dhe gjithë, se po digjemi. Po këto dhe me bo me u djeg, inshallah Zotë, nuk nas provon. Po që, po digjemi. Si ti është besimtar, a ka kris kiameti që e djeg? Jo, se shkon xhenet. A mo me unë djeg botën tjetër, ku ki me shkua, për te xhenemit. Andaj, do të me pas kujdes, me rujt veten edhe familjen nga i zjarë që është i pa përshkrushëm, i pa imagjinushëm, i pa definushëm. Së më nështi me definu ato me thonë, ka që është temperatura, e bjen kështu e hyp kështu, jo. Ai nuk i përngjason këtij zjarrit të botës me asgjë përveç se me emër. Emrin e ka zjarr. Përndryshe, me asgjë nuk është sikur zjarri i kësaj bote. Pse? Në një ajet tjetër, Allahu Teala, në një pjesë të ajetit tjetër, për zjarrin e xhenemit thotë waquduha an-nasu wal hijara, në surën Al-Baqara. Lën djegse të këtij zjarri kush janë? Njerëzit i hu Zoti, e ata e ndezin zjarrin e xhenemit, edhe kush? Edhe gurët e mëdhenj që janë të përbërë nga squfuri. Ai squfuri që është atë në atë kokrën e qibritit. Ajo, do më thonë, koka e skuqne, e ke posa vogël, është veç pak jam fsht edhe s'qysh ndezet. Po para mendo, çasi gush, po përshkruar shumë janë prej squfuri veç pak fsht. Edhe kur don Allahu Teala me ndez, i hudh trupat e xhenemlive atje, edhe ata fërkohen me ata gurët e squfurit të xhenemit, edhe ndezet zjarri. Atje nuk ka kusht të azat dorën e ndimës, për veç Allahu Teala. S'ki atje me nga mas te babe, nona, blave, motra, gjyshe, agja, apo hala, apo teze, apo dara, apo dikush tjetër. Andaj pra, kush e dën veten, edhe e dën familjen, a mu e dën për një me kështu, dohet pa tjetër me i kushtue kujdes, me i kushtue kohë, edhe me u marrë me ta, edhe me i definu gjanat, edhe me i trajtu në gjanat, edhe pse fëmijët janë të vegjël, po me i trajtu me seriozitet, e me qenë sinqert në ato që përbojmë atë punën, edhe me pas në jetën qëllimin e pastër, që për hatër të Zotit me i rujt, ata edhe veten tonë nga kush, nga zjarri i xhenemit. Është interesant se në kohën bashkohore, sfidat janë të shumta dhe të lloj-llojshme, disa më të vogla, disa më të mëdha. Dhe një prej sfidave me të cilat po përballemi ditën edhe natën, është edhe ajo që ne çka përfitojmë si besimtarë, për shifnit e tjerët. Për shifnit e tjerët nuk janë besimtarë, edhe ku kanë mri gjermanët, ku kanë mri zvicranët, ku kanë mri italianët, ku kanë mri francezët apo anglezët, ku kanë mri? Që unë po bëj pyetje, ku kanë mri? Çka kanë më mirë se na? Do që janë shtete, po janë shtete më herët. Zhvillimin që ka pas Kosova, këto 27 vitet e fundit, ndoshta disa shtete evropiane për 40 vite nuk e kanë pas këtë zhvillim të hafshëm. Luksin, komoditetin, nimetet, begatit që ne ka dhënë Zoti neve tash pas luftës, përveç lirisë që ajo është kryesorja që nuk kemi të okupuar, janë aq të shumta që ende plot shtetet e Evropës ndoshta nuk i shijojnë këto të mira që i kemi ne. Mirë po, dikush nuk është i kënaqur me këto, edhe çka çdo herë paraqitet, do të thonë, në ato projektet e këqija, projektet e degeneruara, duke thonë se çka përfiton njeriu për fesë, ku mrin njeriu me fe, çka kemi në nevojë për fe, çka kemi në nevojë për xhamia, çka kemi në nevojë për hoxhallar, çka kemi në nevojë për bashkësi islame, çka kemi në nevojë për medrese, çka kemi në nevojë për fakultetin islame, këto s'na çojnë kërkon e kështu me radhë, saqë ka 33 që edhe tutën sot kur kalon pranë xhamisë. Pse aq shumë propagandohet, aq shumë trumbetohet kundër islamit, muslimanëve dhe institucione fetare, saqë
Mos me qenë njëri musliman edhe me ditë senet, një me, du të me post një farë frike. Sepse çdo send, apo çdo zhvillim, jo i mirë që ndodhë në këtë popullën, këtë vend, gjithmonë mënon me atribu kujt muslimanëve. Dhuna në familje, po qështu musliman i rrejnë gratë. Po ku i rrejnë muslimon i gratë? Gjama dikun histori që pejgamberi sa se në rreh një grata, myt një grata, runa zot. Gjama një rast që pejgamberi sa se i ka dhunu fizikisht apo psikisht gratë e ti apo fëmijët e ti. Një rast. A ka? S'ka. Në ka. Për ata, Islami është çka fe që e ka dhonë krijuesi që është paqëdhënës. Islami është fe që promovon paqen. Dhe ata që praktikojnë Islamin, muslimanët, janë ata që i dorëzohen, nështrohen kujt urdhave të krijuesit. Janë ata që e promovojnë paqen, jo dhunën. Jo dhunën, po çka e promovojnë paqen. Sfidë, do me thonë për sfidave të mëdha tash është edhe ajo që ne nëse dëshirojmë, do me thonë, këto e thojnë këta të këqinje dhe keqbërësit, këta propaganduese që se dojnë të mirë këti popull këti vendi, thojnë, ne nëse dojmë me shku për para, nëse dojmë me pas ardhmëri, perspektivë, do të me ndru fenë, se feja nuk po na lën me shku për para. Po ta gjejmë një njeri, ata gjejmë një njeri këtu të natin popullin tonë, që është i suksesshëm edhe që ne argumenton se ka qenë sfidë feja e tina, feja se ka lanë me u bo i suksesshëm. Për shembull se ka lanë feja me u bo tregtar i fortë, se ka lanë feja me u bo pasionik, se ka lanë feja me u bo intelektual, se ka lanë feja me u bo shkencëtar. Për kundra zi, thash fillim të misionit, Islami, çka na nxit bile, na e bën obligim me kërku dijen. Ashtu që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kërkimi dijes, me kërku dijen, me lyp dijen, kudo qoftë ajo, është obligim për çdo musliman dhe çdo muslimane. Farida i bën farz. Nuk ka mirë, po është patjetër. Patjetër duhet me kërku dijen. Për ata pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë ai që del për shtëpisë të tij me kërkue dijen e dobishme, është në rrugën e Zotit, fi sebilillah, në rrugën e Zotit derisa të kthehet në shtëpinë e tij. Edhe nëse vdes në atë rrugtim, vdes çka? Vdes i pastër, vdes në rrugën e Zotit. Vdes në rrugën e Zotit. Për ata, pejgamberi alayhi salatu wasalam, në sa transmetime ka thonë se vlera e ngjyrës së pendës, lapsit të dietarit është më e madhe se sa ajo ngjyra dietarit që shkon, është më e rëndësishme, më e vlefshme tek Zoti se sa gjaku i dëshmorit, i shahidit. Pse? Se shahidi, dëshmori nuk prodhon dietar, ndërsa dietarët prodhojnë shahida. Kushim sa njerëz më shku me sakrifiku me dhënë jetën për vend. Njerëz të dishëm, njerëz të mençur, ata i nxisin, del në vit fronit, edhe ball për ball me armikun. Pse? Se të dion ti fitues. Të dion te ki fitoren, ose mund armikun edhe çka çlirohesh, ose të mytaj ty, ti shkon shahid. Shkon i pastër tek Allahu te bareke ve taala. Dhe duke u nis nga këto premisa, të na kena familje. Familjes që familja Jasharë dhe tjerat, që kanë sakrifikuar një pjesë të madhe të familjarë, se e kanë ditë që fitoria është e sigurt. E kanë ditë që ata që mbesin gjallë, nuk janë më të robëruar që lirohen, këta që vdesin shkojnë dëshmorë shahid tek Zoti edhe fitus ata janë ma fitus, normal ata që kanë vdek, Allahu i mëshiroft, ata janë ma fitus. Tjetër që duhet ta kemi parasysh është sfidë bashkëkohore, familjet tona është përhapja e pakontrolluar e kanaleve të ndryshme televizive që ofrojnë gjithçka. Përveç që ofrojnë mirë, ofrojnë edhe shumë gjëra të këqija. Promovojnë antivlera, promovojnë muzikë çfrenuar, promovojnë pije alkoolike apo dhe narkotike ndoshta. Edhe kjo është një sfidë që
promovojnë skena pornografike, promovojnë dhunën për filmat ku manifestohet vrasja, manifestohet grabitja, plaçkitja, këto servohen në për mediat tona, në për kanalet të ndryshme televizive. Kjo sfidë është. Ti mëson me me muj fëmijë që s'bën me plaçkit, bën kënë është haram me vjedh, e delta qëtë sa mirë organizon 3 vetë, me maska, vjedhe, i fitojnë milionat. Po nuk mund fëmija 10 vjeçar, 15 vjeçar me kuptue që kjo është kesh, se thëtë që sa mirë. Shtoja kësaj, ata që plaçkisin, nga një gale të sukseshën, pastaj me ato pare bëjnë lëkë, se lëkë shqipin ndihmoj njerëse. Edhe këta thojnë që edhe na kur të rritme që shtë mu po. Fitojmë shumë, edhe pastaj ndihmojmë nevojtarve, ndihmojmë aty në jetimve apo të tjerëve, kështu me radhë. Pra është një sfidë bashkëore, po ashtu edhe rrjetet sociale, ato që paraqesin, që promovojnë, dhe këto, do më thonë, mediat, rrjetet sociale, së platformat e ndryshme sociale, këtu kanë një rol të madh edhe në përhapjen e të keqës, po nga njëherë edhe në të përhapjen e të mirës, se ka dhe gjona të mira, që ne do të me i shfrytëzue. Andaj, do të me pas kujdes prindrit, me pa se çka po shikojnë fëmijët e tyre në për televizione, çka po shikojnë fëmijët e tyre në për rrjetet sociale, çka po shikojnë telefonat e tyre. Ka nevojë fëmija me mbyll derën, pse me mbyll derën fëmija? Po i ka 6 8 po të etiket edhe 30, çka ka lidhje? Pse me mbyll derën? Po kam një farë punë, po në regull, çfarë do punësh e kemi, ne kemi gjithë hapën, duke njës për i babës, nanës pastaj edhe të tjerëve. E jemi të hapën, transparent jemi. Jemi brenda familjes. Jo si të hënë baba në shpirë këtë telefonat me i mshel. Edhe me që krejt rrjetet sociale. Pse? Si i pastor, që ku telefoni kontrole, s'është problem. A mos qka si ta mshef, ta hjek. Është një qarë që diçka po fshef. Andaj pra, do të me pas parasysh se nga sfidat tjera, përveç një që përmenu është promovimi i antivlerave dhe gjërave që kur s'kan qenë këtë popull në këtë vend. Si i shohëm, do me thonë, disa gjona, martesat të ndryshme, me gjeni të njëjta, promovimi runazët i grupeve, kategorive, të cilat ndoshta para 3-4 vjetë as kemi dëgju për to, e se dikush mundohet t'i bën ato realitet, në emër të asaj se se cilë është i liria dhe bën që ka donë. Jo, ka regulla. Liria përfundon në momentin që ti sjell diçka që është e dëmshme për popullin edhe për shoqërinë, diçka që është e rrezikshme, diçka që nuk i bën dobi këtij populli, këtij vendi. Andaj për mos me zgjat më shumë, mesazhi për mbyllësi të kësaj është që të gjithë ne jemi kujdestar dhe kemi me dhënë llogari për ato që e ruajmë apo për ato që ne duhet të kujdestarojmë, edhe kemi me dhënë përgjegjësi për Allahu te bareke ve taala. Në përmbyllje e lusë Allahun e madhruar që të na ruan neve, në përgjithësi si popull, si musliman, por rinin tonë, apo të rritë dhe të rejat në veçanti, sepse ata janë caku, apo qëllimi final që të këqijt dhe keqbërësit me projektet e tyre të liga, të këqija mundohen të devijojnë, të largojnë nga rruga e Zotit. Të kush largohet nga rruga e Zotit, pastaj ku mbetet? Mbetet pa rrugë, mbetet në për rrugicat e djallit, shejtanit të mallkuar. Allahu na ruaj neve dhe ju prej tij. Allahu na ndihmoft, Allahu na lehtësoft dhe na forcoft në këtë rrugtim që ta kryejmë përgjegjësinë e emanetin të cilën e kemi marrë prej Allahut te bareke ve taala, që ta ruajmë veten edhe familjet tona. Amin. Allah shpërbleft, hoxhi dashtën. Amin në gjithë. Amin. Të dashur shikues, miq të nderuar të Radio Televizionit Pendimi, në trajtim në pjesën e parë ishte sfidat bashkëkohore të familjes, si temë të cilën e trajtoi hoxha Fadil Musliu. Do ta bëjmë një pauzë të shkurtër nga studio për të kaluar në pjesën e dytë të programit, pjesë e cila i dedikohet pyetjeve tuaja, të cilat mund vinë me shkrim ose edhe me anë të telefonatave në Viber në +33 45 471 848. Por paraprakisht e bëjmë një pauzë të shkurtër, rikthehemi në pjesën e dytë.